Unë po du mu pastru në dunja para se me shku në ahiret. Për punën e përgojimit, du mu pastru, si të pastruhem, si të shkaj dhe kur dal atje, unë dhe përgojuesi, jemi si morëmi njëri tjetër i diçka, jemi barabartë. Si t'ja bëjmë? Dietarët islam për këtë çështje dhanë më shumë se një fjalë. Disa prej tyre kanë shku pak më strikt. Dhe thanë se ti ndash me shku që ti si përgojues dhe përgojuesi pa u kusurit pastaj në ditën e gjykimit, pa ti marrë të mirat e tua, sevapet e tua, ose me t'i dhënë mëkatet e ti ty, pa e bë këto, atë ti na thonë apshty durt, edhe shko te dera e ti, edhe shko të rëketin der, ose ta ka jenë rrugë, thoj o filani biri filanet. Kërkoj ndjes, ama ban halal se njëherë dhe njëherë dhe njëherë dhe njëherë unë të kam përgoju ty, kam fol keq për ty, po që mashtroj shejtani? Se shejtani që të punë e ka, unë mashtroj, ama ban halal. Kanë thonë dietarët një grup, gjithçysh duhesh me shku mi kërku halalak, ndash me u kusurit që në ditën kur të dalësh para Allah, mos me pas probleme personin. Disa dietarë të tjerë thanë, po e lehtësojna pak. Thanë, nëse ke fol keq për një njeri, nëse ke fol keq e ke përgoju dhe ja ke nëherë ja ke ngjit në të keqe sene, po nëherë ja ke shpërndat keqen e ti, thanë, edhe nëse nuk shkon me kërku falje të kdera e ti, atëherë thanë, ka një ullje qysh, thanë çdo me gjlis, çdo nej, çdo të bim, çka ti ke fol keq për ton, kur të takoheni me ton, thoj, hej, a ju kujto që pa ta fol një herë për ton, djali mirë është ai. E ka këtë të mirë dhe këtë të mirë dhe këtë të mirë. Të keqen mos ja përmend, por ja përmend të mirat e ti. E para dhe e dyta thanë, kësër të bajsh do othu, o Zot, falu mu dhe filanin që ne kam përgoju. Falu mu dhe filanin që kam përgoju. Edhe kjo është kërkesë goxha, por të paktën nuk po kërkohet gjithçysh me shku te dera. Dhe këta unë mbështet me një hadith që tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kafaratu man ightabta an tastaghfir lah. Tha pejgamberi alayhi salam, falja për ty si përgojues në raport me atë që ke përgoju është me i kërku falje Allahut për to. Por problemi sikur të ishte ky hadith i vërtet, në rregull, por problematika se hadithi nuk është i vërtet, është i shpikur krejt. E nga që kjo, disa dietarë erdhen me një konkluzë dhe ndoshta kjo është më e qelluara. Cila është ajo? Thanë nëse ke fol ti keq për një njeri, për një shok, për një vëlla, për një musliman, për një hoxh, për një thirrës, për një ke fol keq, thanë atëherë do të veprohet kështu. Nëse ai që ti e ke përgoju, e din që ti e ke përgoju, para ai hesht, e din që ti e ke përgoju, para ai hesht, ishën s'po di. Nëse ti e din se ai i përgojuari e din për përgojimin tënd, thanë prap duhesh me shku gjithçysh te dera e tij me kërku falje. A nëse se din, por ti ke përgoju, ke fol keq për to, pra ai nuk e din, atëherë thanë që këtë rast mjafton veç me përmend për mirë në vendet ku ke përmend për keq, edhe me kërku falje Allahut azza wa jall. Apo e vreni se sa e rond është me orë deri tek ajo barazimin mes teje si përgojuesi dhe përgojuesit dhe ati të përgojuarit. A për rinë se sa e rond është me orë baraz që në ditën e gjykimit mos me ti marë ty se vapët, qka je loti të fol, të bo vepra të mira, të don sadake, të bo dhe të bo, a i me ti marë hazër pastaj, veç pse ty të ka lëshu goja jotë në këtë bot edhe fletë për ta.